Fitoria e madhe kundër Vardarit në javën e 24 të sezonit pranveror, si dhe pauza disa ditore, shkaku i obligimeve të reprezentacionit, kanë ndikuar pozitivisht tek skuadra e arsimit në prag të ndeshjes së nesërme kundër ekipit AP Brera në Strumic. Dy ekipet akoma nuk kanë të siguruar mbijetesën, andaj pritet që të dyja të japin angazhimin maksimal. Trajneri Vildan Saliu për televizionin Koha tha se krahas punës tekniko-taktike me ekipin, fatmirësisht edhe lojtarët të cilët ankoheshin nga lëndimet janë të rikuperuar dhe ndeshjen e radhës e presin maksimalisht të motivuar dhe në atmosferë pozitive. Këtë pauzë të kampionatit e kemi shfrytzuar maksimalisht që edhe disa lojtarë të lënduar të rikuperojmë, por edhe ato të cilët kemi pas shumë të lodhur për shkak të minutazhës së tepërt. Sigurisht pas asaj fitore mbreslënse madhështore kundrejt Vardarit, do të thonë s'ka se si qetë ndryshe, atmosfera, motivi, vetbesimi është në nivel shumë të lartë dhe besoj kemi marrë masat e dura për të përgatitur në mënyrë sa më dinjitose ndeshjen kundër Brerës. Ne vazhdimisht kemi potencuar se çdo ndeshje për ne do jetë si një finale, prandaj nuk ka rëndësi kush është kundërshtari, është Brera apo dikush tjetër. Ne do dalim fushë, do t'japim maksimumin që të kthehen atë pamposhtur nga Strumica. Nesër zhvillohet edhe ndeshja mes Sileksit dhe Shkupit, ku skuadra vendase është favorite absolute. Të dyja ndeshjet e javës së 25 në Strumic dhe Kratov që luhen nesër fillojnë në ora 15:30.